miqtë të vizionit të pasdites, ju uroj sërish mirëseardhjen edhe në këtë ditë të mërkur. Do t'jemi së bashku për rreth 60 minuta me tema vërtet interesante, tema të cilat prekin shoqërinë shqiptare. Do të flasim pikërisht për pensionet, për përfitimin e tyre nga personat pra të cilët kanë mbërritur moshën e caktuar, ndryshimi i skemës që prej 1 janarit të këtij viti a ka rezultuar për mirë apo jo. Do të kemi një panel prej 6 të ftuarish të cilët do të na informojnë rreth kësaj gjëje. Gjithsesi, në pjesën e parë të këtij emisioni ne do të kemi fëmijët e vizionit të pasdites që tashmë janë bërë të famshëm pas së përgjigjes të pyetjeve që ne i kemi bërë her pas here dhe këngëve të cilat i kemi vënë pra për fëmijët, ata i komentojnë. Kësaj here do të kemi një pyetje tjetër për fëmijët e vizionit pasdites. Por meqense përpara se të prezantoj pra pyetjen e radhës, duhet të përmendjet të gjithë atyre prindërve që kanë dëshirë të përfshinë në vizionin e pasdites fëmijët e tyre, mund na shkruajnë në faqen tonë të Facebookut të Vizionit pasdites, ashtu sikundër edhe në faqen zyrtare të Vision Plus pra në emailin tonë. Mund ta gjeni fare kollaj duke klikuar thjesht në Google www.visionplus.tv. Mund të na çoni pra informatat për sa i përket fëmijëve tuaj, nëse doni ta përfshini në insertit fëmijët e pasdites. Ne fillojmë pikërisht me këtë. Cila është sharja më e madhe që ka bërë mami juaj në shtëpi, që ka thënë mami juaj në shtëpi? Shikojmë se si na përgjigjen fëmijët. Më thënë që beste, a ka sharë ndonjëherë mami jot? Mami jot a ka sharë ndonjëherë? Si sharë? Sharë, ka sharë. Jo, mami im... Ka thënë ndonjëherë fjalë pistët? Jo, mami im nuk i përdor fjalët e pista kur. Në vite sa kam jetuar me maman time, kur nuk kam dëgjuar të dorën. Kush është fjala më e keqe që ka thënë ndonjëherë, që ty të është dukur mami, këtë s'duhet ta kishte thënë? Fjala më e keqe është i çmendur. Ku ti ka thënë? Jo, nuk është e, po nuk na ka thënë ndonjëherë. Po, ku ti ka thënë? Si e ka thënë? Vetë kam dëgjuar, nuk për shembull, thonë ndonjëherë, nuk duhet të mplekësh me shoqëri. Ato që këshilla që unë ju thash, mami më ka thënë nuk duhet të mplekësh me njerëz jo të mirë, edhe jo njerëz të çmendur, jo kështu se mund të të bëjnë keq. Atëherë gjatë këshillave që ka thënë si ke dëgjuar fjalën e shkurt, po çfarë i theti pastaj? E thash, mami, kjo nuk është fjalë e mirë, por ti ke të drejtë ta përdorësh se jam më e madhe. Sa para të Keqi? Mami nuk më ka thënë asnjëherë një gjë. Jo ty, jo. Ke dëgjuar, ka thënë fjala më e keqe që ke thënë mami, këtë gjë s'duhet ta thuash asnjëherë. I kam thënë një tore. E ti sa që ne frikosëm me mami dhe tash tore. I the ti? Po jo që a the ti, heqim dhe që e the ti. Ti ke dëgjuar ta thot mami. Jo, asnjëherë. Mami thot fjalë të pista vetëm është në makinë edhe është dikush që po bën lëvizje të këqija dhe ja të gomar, o idiot, i thot. Është vetëm ajo që kam dëgjuar mamin të thotë. E çfarë i ke thënë pastaj? Pasi ka thënë të gjë? O ma, kjo është edukata jote, i the unë ndonjëherë? Megjithatë e kemi kaluar pastaj, jo? Cila është fjala më e keqe që ke dëgjuar të dalë nga goja e mamit tënd? Në fakt në shtëpi mami nuk përdor as mami as babi nuk përdor fare fjalë të këqija. Po një gjë që ti ke thënë mos, kjo nuk është një gjë që përdoret në familjen tonë. Po në fakt në videoklipet që dalin në këngë, janë disa vajza që dalin jo mirë të veshura, edhe më budallaq. Kjo është fjalë e keqe. Po. Familjen tuaj është fjalë e keqe. Okej. Dhe ti ke këshilluar që mos ta përdorë. Okej. Mamat kanë vendosur diçka në jetë. Çfarë di ti se di kam unë? S'ka gjë që nuk e di ti. Që kur unë të lind fëmijë, nuk do bredh disa mama nëpër lokale dhe fëmijët të ta lë vetëm që të vazhdojë qifin. Nuk është nga ato mama, për shembull mamaja ime po marr për shembull. Po e kuptoj. Nuk është nga ato mama që nga që i përgjithsove the që mamat kanë vendosur diçka dhe prandaj. Po pra këtë që kanë vendosur që gjithë jetën e tyre ta kalojnë me fëmijën. Dhe nuk kanë vendosur që bëra fëmijë, hajde mos e kaloj këtë periudhë, vazhdo me shoqet. Ai kuptoj, marrësh. Po pse s'punon mami? Mami im është nën drejtoresha e liceut artistik.
Prit, se s'kam mbaruar. Dhe unë nuk thash që mami im, për një shembull kur unë do flisja me një shokun tim edhe i thash mami që ky është zemër mua. Mami nuk tha që laja më lërë se ky është kështu, lari kështu është. Mami nuk e thonë Ore fjallën e keqe. Fjallën e keqe është budalla që ka. Së shmami im nga tore pistet që sa po tash më përpara, më qa bënë, Se mami tashi, do ma bëj mami në repiste. Gojnëqik, cila është fjalla më e keqe që ke dëgjuar të thot mami jote? Legend. Po si, legend në qa kuptime? Legend si ai që mbushet me ujë? Nuk e di. Po në qa kuptime? A është ai që mbushet me ujë, legend? Si legend dukesh ti? Ha? Mendon se dukesh si legend? Jo. Oke, apo ka pas të marrë, ka për humor? Apo ishte serioze para? Jo, serioze. Po ta, Ndoshta nuk do një herë i thot dhe Bili Mikali. Nga që bën gjëra të keqia, hedh qantën se për shembull aty të liqen. të kemi dëgjuar, pastaj se çka ka fjalë të tjera s'kemi dëgjuar, të kemi dëgjuar ne. Më thuaj fjallën më të keqe që ke dëgjuar ta thotë mami jote. Fjala më e keqe i trash. Ti? Kur, qa bërë ti që ta e trash? Po, pa dashje, kisha harruar këtë fletore në shtëpi dhe gënjeva më shushen që në rrështë ka bërë ndaj. Mami më tha herën tjetër me hëtë një dhe primi trash. Prandaj. Do të vjojmë emisionin ton të vizionit të pas ditës, por pas publicitetit.